Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka shpatur procedurën e prokurimit për realizimin e fazës së 3 të projektit Ferma e Dijes dhe Agroturizmit të Mollëve në Korçë, një investim që synon ngritjen e një sistemi modern të bujqësisë inteligjente. Fondi limit i kësaj procedure është 16.999.000 lekë. Sipas dokumenteve të publikuara në Agjencinë e Prokurimit Publik, investimi është pjesë e programit për mbështetjen e poleve të zhvillimit të integruar rural në partneritet me njësitë e vetëqeverisjes vendore. Projekti do të zbatohet në fermën didaktike dhe të agroturizmit të Mollëve në Korçë, e cila shtrihet në një sipërfaqe për rreth 24.75 hektarësh, e ndarë në 4 zona kultivimi dhe me afro 69.000 PM molle. Në qendër të investimit është ngritja e një sistemi të integruar të bujqësisë inteligjente, i cili do të monitorojë në kohë reale kushtet klimatike dhe gjendjen e tokës, duke ndihmuar fermerët dhe specialistët të marrin vendime më të shpejta dhe më të sakta për menaxhimin e kulturave. Sistemi parashikon instalimin e stacioneve meteorologjike, sensoreve të tokës, pajisjeve për monitorimin e insekteve dhe laboratorëve portativ për analizat në terren. Të gjitha të dhënat do të transmetohen në një platformë digjitale, e cila do të gjenerojë analiza dhe sinjalizime automatike për rreziqe të ndryshme, si ngricat, sëmundjet e bimeve apo nevojat për ujitje. Projekti përfshin blerjen e gjeneratorëve, të cilët do të përdoren për të rritur temperaturën në zonat e rrezikuara gjatë netëve me ngritës. Dokumentacioni teknik thekson se të 3 komponentët funksionojnë si një sistem i vetëm. Fillimisht sensorët dhe stacionet meteorologjike mbledhin të dhënat mbi temperaturën, lagështinë, rreshqet, erën dhe parametrat e tokës. Platforma digjitale i analizon këto të dhëna dhe gjeneron alarme automatike, ndërsa pajisjet termike dhe automjeti logjistik mundësojnë të hyrjen e menjëhershme në rast rreziku. Sipas projektit, sistemi do të përdoret jo vetëm për mbrojtjen nga ngricat, por edhe për planifikimin e ujitjes, menaxhimin e plëhërimit, monitorimin e sëmundjeve, si dhe përcaktimin e momentit optimal të vjeljes së prodhimit. Me këtë investim, ferma didaktike dhe e agroturizmit të Mollëve në Korçë synon të shndërrohet në një model të bujqësisë zgjuar në Shqipëri, duke kombinuar teknologjinë, monitorimin digjital dhe ndërhyrjet në terren për të rritur produktivitetin, për të ulur humbjet nga faktorët klimatik dhe për të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të frutikulturës.